Në lidhjen demokratike të Kosovës, as dita ajnëte nuk ishte pa zhurmë. Debati për stabilitetin e partisë në shkrimet e delegatëve dhe të ardhmën politike të saj kanë rikthyer diskutimet për drejtimin që do të marrë LDK-ja në prag të zhvillimeve të reja institucionale. Në këtë frymë, sekretari përgjithshëm i LDK-s Ilir Ferati ju referua edhe spekulimeve për një marrëveshje të mundshme mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s, duke i cilësuar si propagandë raportimet se palët kishin arritur një dakordim sipas të cilit LDK-ja do të siguronte 3 ministri dhe postin e kryeparlamentarit. Absolutisht propagandë, spekulim në niveli jo të mirë, sidomos në kohën kur ndodhi pa burim të informatës, pa citim të një eksponenti ose të një lajm ose një informatës zyrtare nga LDK-ja, është spekulim, nuk qëndron. Në kuadër të këtyre zhvillimeve, antari i kryesisë së LDK-s Shkëm Manaj ka deklaruar se partia synon të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm para 7 gushtit, duke e vendosur këtë proces në fokus të debatit të brendshëm partijak. Mendojmë që është me urgjencë, prandaj punë që duke u kryer shpejt, në mënyrë që të verifikohet kërkesa, të verifikohen delegatët, varësisht prej punëve. Besoj që mbrapa javë është problem, sepse duhet pastaj të përgatitin edhe ftesat për gjithë delegatët e kuvendit. Në anën tjetër, antari i kryesisë Sokol Haliti ka vlerësuar se Lumir Abdigjiku mbetet kryetar legjitim i partisë deri në momentin kur kuvendi i ardhshëm i LDK-s të vendosë për drejtimin e saj. Kryetori është kryetor legjitim legal. Gjërsa të mbohet kuvendi tjetër, është kryetor legal legjitim. Edhe aty, edhe kuvendi ka procedura, gjithashtu, ka procedura edhe rregulla, prandaj kryetori i LDK-s është zgjedhur, ju lutem kuvendin e kaluar me vot të fshehur. Derisa janë pezulluar edhe diskutimet për institucionet, LDK-ja po përballet me 2 sfida të rëndësishme: menaxhimin e zhvillimeve të brendshme partijake dhe përcaktimin e rolit të saj në skenën politike të Kosovës në javët e ardhshme. Këto 2 deklarata sa i përket zhvillimit